Kombëtarja e Shqipërisë në futboll për femra shkruar një tjetër faqe të rëndësishme në historinë e saj duke triumfuar me rezultatin 5-2 ndaj Maltëzi në stadiumin Loro Boriçi. Golet e fitores u realizuan nga Miki Doçi 2 herë, Fortesa Berisha, Gresa Berisha dhe Arbiona Bayraktari. Po Loro Boriçi gjithmonë t'jep emocione, t'jep suksese, t'jep kënaqësi dhe është privilegj me luajtur ky stadium realisht. Por ishte një fitore që na shpërblej mundin që kena bërë për këtë eliminatore. Meritoshin këto vojza, se kanë punu shumë, kanë djersit shumë, kanë morë pikë të rëndësishme dhe këtë tregon edhe një rritje për ekipin tonë kombëtar, që është falë këtyne vojzave dhe mundit dhe sakrificës tyne. Rezultati meritur nuk e kena fillu mirë, ashtu si çdohet me thënë drejten në fillim, po rëndësishme është që morë me atë rezultatin që po kërkonim. 5-2 është një rezultat i drejtë, se bëm lojën në pjesë dytë, sidomos bëm lojtë mirë. Ishte një njështje e rëndësishme për ne, patjetër edhe një njështje e luftuar. Ndoshta nuk e nisëm mbar, pse ekipi kundërshtar shënej, por me kalimin e minutave besoj se ekipi e mori vetëm, doli në lojën e saj edhe u shënuan shumë gola, më vjen mirë që shënuan dhe vajzat tjera dhe më vjen mirë që ekipi fitoi. Falë kësaj fitore, Shqipëria siguron kualifikimin në raundin e parë të play-offit të kualifikues të Botëror 2027 për vajza, konfirmon qëndrimin në Ligën B dhe vendos një rekord të ri duke grumbulluar për herë të parë 7 pikë në një grup të Ligës B.